Ja çfarë nuk keni ditur për vitaminën D. Suplementet e vitaminës D nuk përmirësojnë gjendjen e kockave në trupin e njeriut. Thuhet në një studim që bëhet thirrje mjekëve që të mos e rekomandojnë atë si suplement të vetëm për shumicën e personave. Vitamina prej kohësh mendohet se ndikonte në uljen e riskut të problemeve të caktuara si hipertensioni dhe osteoporoza, përveç faktin se mbante kockat në një gjendje më të mirë. Por ekspertët thonë se ajo duhet të shoqërohet me suplemente të tjera sa herë që shtohet në formën e këshillimit nga mjeku, kështu jo vetëm të merret nëpërmjet suplementeve, por edhe në kombinimet sipas nevojës suaj. Gjithmonë vitaminën D duhet ta shoqëroni me një suplement tjetër, citoi studimi. Por më e mira është që të konsumoni ushqime të duhura me këtë vitaminë dhe ta merrni atë edhe në formën e saj natyrale në qëndrimin e diellit të mëngjesit për të paktën 10 minuta çdo ditë, citojnë ekspertët e Healthline.